Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës, një letër vërtet emocionuese, një histori e shkruar nga një nënë për vajzën e saj. Ajo shkruan burit të vet, i cili fatkeqësisht nuk dëshiron që ajo ta takon vajzën për vite të tëra. Buri im, po të shkruaj këtë letër me sytë e mbushur me lotë dhe me një dhimbje që nuk di më se ku ta fshe. Ndoshta fjalët e mia nuk do të prekin me një herë. Ndoshta do të mendosh se po kërkoj shumë, por sot nuk po të kërkoj pasurinë. Nuk po të kërkoj asnjë gjë për vete. Po të kërkoj vetëm një gjë. Më lër që të takoj vajzën time. Kanë kaluar të plota 5 vite, 5 vite që një nën i duken këto 5 vite sikur të jenë një jetë e tërë. 5 vite pa e përqafuar ti me bi, 5 vite pa ja dëgjuar zërin pranë meje. 5 vite pa i parë syt nga afër. Dhe çdo ditë që kalon, zemra ime pyet veten: sa gjatë do të vazhdoj kjo gjë? Unë e di që ti e ke krijuar jetën tënde. Ti pas ndarjes me mua u martove, ke krijuar familjen tënde, shtëpinë tënde dhe përgjegjësitë e tua. Unë nuk dua të të prish asnjë gjë. Nuk dua të hyj mes jush dhe në asnjë mënyrë si ish bashkëshortja jote, nuk dua të të krijoj një konflikt. Dua vetëm si nën dhe që më takon në të gjitha format, dua të shoh vajzën time. Të kam thënë disa herë, në asnjë mënyrë nuk më lejon kontakte me të, dhe unë po e bëj këtë histori publike para se unë të ngritem edhe të marr rrugët ligjore. 5 vite nuk më lejon në asnjë mënyrë të shoh fëmijën tim, 5 vite të jam lutur dhe përgjëruar, të kam ardhur edhe me polici, por siç duket rasti do t'jetë edhe më alarmant. Dua ta përqafoj dhe t'i them bi, më ke munguar. Tani ti si baba që je dhe ke ndërtuar familjen tënde të re, a e di çfarë do të thotë për një nën të kaloj 5 vite pa e prekur fëmijën e saj? Çdo festë në jetën time ka qenë e dhimbshme. Çdo ditëlindje ka pasur një boshllëk. Dhe çdo herë kam dëgjuar dikë të flas për vajzën e saj. Unë jam munduar që të buzëqesh, por brenda meje diçka është coptuar. Kam mbajtur fotografitë e saj. I kam parë shumë herë. Ndonjëherë i flas fotografisë sikur i me bi të ishte këtu. I them si e bi? A je mirë? A je lumtur? Dhe pastaj më bien lotët sepse nuk kam më përgjigje. Burim, të lutem mos më thuaj se po e bëj për vëmendje, siç më thua. Mos më thuaj se dua të hap plagët e vjetra. Unë nuk dua të kthehem tek e kaluara. Dua vetëm të kem një moment me vajzën time. Nëse ke pasur ndonjëherë një nën që të ka pritur në derë, atëherë e din shumë mirë ti i dashur se çfarë është kjo dhimbje. Një nën mund të falë shumë gjëra,
mund të falë fjalë të këqija, mund të falë largimin, mund të falë vitet e humbura, por është shumë e vështirë të jetosh me pyetjen pse nuk më lejohet që unë personalisht si nën të shoh fëmijën tim. Unë nuk dua të luftoj me ty, nuk dua të të humbas ty për ta fituar atë. Dua t'ju kem bien time. Nëse ke frikë se takimi ynë do të sjellë probleme, të premtoj se do t'jem e kujdesshme. Do të vi vetëm nëse edhe i me bi dëshiron, por unë e di që ti dhe gruaja jote e keni mbushur. Nuk do të bëj skena, nuk do të flas për gjëra që kanë kaluar, nuk do të kërkoj llogari se ti më je martuar dhe nuk më intereson. Do të ulem përballë saj dhe do ta shikoj me lotët në sy. Dhe ndoshta nuk do të kem fuqi edhe të them më asnjë gjë. Ndoshta do të qaj, ndoshta edhe ajo do të qaj bashkë me mua. Por le të jenë lotët tanë një kujtim dhe jo lotë për një ndarje. 5 vite janë shumë. Baba i vajzës time. Dhe pikërisht mua kjo gjë më frikson. Nuk dua që një ditë të mbyll sytë dhe të iki nga kjo botë duke menduar se vajza ime është vetëm disa kilometra larg meje, por unë nuk pata mundësinë që ta përqafoja. Nuk dua që ajo një ditë të pyes veten pse ime më nuk më kërkoi, sepse unë e kam kërkuar dhe atë e kam kërkuar çdo ditë. Në heshtje, me lot, me lutje. Edhe sot po ta them ty si baba që je, më lër ta takoj. Më lër ta takoj vetëm një herë. Vetëm për pak minuta. Nëse pas atij takimi ajo nuk dëshiron të më shoh më, të betojmë që do ta respektoj. Por dua të kem mundësinë ta shoh një herë në sy. Dua t'i prek dorën, dua t'i them se nuk e kam harruar, se asnjë ditë nuk ka kaluar pa menduar për të, se pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ajo është edhe do të mbetet vajza ime. Buri, mos e lejo krenarin, inatin apo plagët e së kaluarës të bëhen më të mëdha se sa dashuria ime për vajzën time. Jeta është e shkurtër, sot jemi këtu, nesër nuk e dim, prandaj po të lutem me gjithë zemër, hape një derë. Më jep një mundësi, më lër ta takoj vajzën time, nuk dua të fitoj një debat, nuk dua të kem të drejtë, dua vetëm një përqafim. Një përqafim që e kam pritur 5 vite me radhë. Dhe nëse atë ditë ajo më ofrohet dhe më thot, mami, unë do të ndjej sikur 5 vitet e dhimbjes janë zhdukur në çdo çast.